Mirë se erdhët. Sot do të zbërthejmë një histori vërtet interesante. Një histori që na tregon se çfarë bën diferencën mes një biznesi që dështon dhe një që lulëzon kur gjërat bëhen të vështira. Do të shohim dy menaxher me dy mënyra krejt të ndryshme të menduarit dhe do të shohim se ku i çon secila rrugë. Rezultati, mund t'ju them, është goxha befasues. Le ta nisim me një pyetje pak provokuese në fakt. Po sikur plani më i mirë i biznesit të ishte thjesht të mos kishe fare plan. Tingëllon çmenduria apo jo? Por kjo pyetje na çon në thelbin e gjithçkaje. Si ja bëjnë liderët më të mirë përballë një të ardhmeje që askush nuk mund ta parashikojë dot. Dhe për ta kuptuar më mirë këtë ide, do të ndjekim historinë e dy personazheve tanë, Arbenit dhe Sokolit. Arbeni është planifikuesi klasik. Ai beson se mund ta parashikojë dhe ta kontrollojë të ardhmen me analizat e detajuara. Nga ana tjetër, kemi Sokolin. Ai është përshtatësi. Për të, e ardhmja nuk parashikohet, por krijohet, duke vepruar dhe duke përdorur atë që ke në dorë. Imagjinoni, ata nisen nga e njëjti vend, me të njëjtat kushte, por do të shohim se si këto dy mënyra të menduari i çojnë në dy botë krejtësisht të ndryshme. Pra, kapitulli i parë, dy menaxher, një krizë. Skenari është ky. Imagjinoni dy restorante, praktikisht identike, në të njëjtën rrugë. Njërin e menaxhon Arbeni, tjetrin Sokoli. Dhe papritur, bum. Përballë tyre hapet një qendër e re tregtare gjigante, e cila thith të gjithë klientët e drekës. Të dy përballen me të njëjtin problem në të njëjtin moment. Pra, problemi është i qartë dhe serioz. Një rënje e menjëhershme dramatike e klientëve. Nuk po flasim për një rënje të vogël, por për një krizë ekzistenciale që kërcënon ti mbyll të dy. Dhe pikërisht këtu, në këtë moment presioni, do të shohim se si reagimet e tyre do të përcaktojnë fatin e gjithçkaje. Dhe kjo na çon te pika e dytë, dallimi mes të pasurit një qëllim dhe të nisurit me atë që ke në dorë, sepse pikërisht në reagimin e parë ndaj krizës, fillojmë të shohim se sa thellësisht të ndryshme janë filozofitë e tyre. Le të fillojmë me Arbenin. Ai përdor atë që quhet arsyetim kauzal. Çfarë do të thotë kjo? E thjesht, ai niset nga një qëllim final. Për shembull, thot, unë dua të rris fitimin me 20%. Ky është qëllimi. Pastaj gjithë puna e tij është të gjejë mjetet, njerëzit, paratë, strategjitë për të arritur pikërisht atë qëllim. Ai në thelb përpiqet të parashikojë dhe të kontrollojë të ardhmen. Sokoli, ai e kthen gjithë këtë logjik përmbys. Ai përdor arsyetimin efektual. Ai nuk niset nga një qëllim i largët. Jo, ai niset nga këtu, nga tani. Ai shikon përreth dhe pyet: "Okej, çfarë kam unë në dorë tani?" Mjetet që ka janë pika e nisjes. Dhe pastaj, bazuar në to, ai imagjinon se çfarë të ardhmesh të ndryshme mund të krijojë. Ai nuk parashikon, ai krijon. Dhe ja se si duket kjo në praktik. Ndërkohë që Arbeni është mbyllur duke bërë plane biznesi, Sokoli bën vetes 3 pyetje shumë të thjeshta. E para, kush jam unë? Përgjigja, jam një menaxher që komunikoj mirë me njerëzit. E dyta, çfarë di unë? Përgjigja, di të bëj brumra fantastike. Dhe e treta, kë njoh unë? Përgjigja, njoh një mekanik bicikletash këtu afër dhe një grup studentësh. Kaq, ky është inventari i tij. Duket e thjeshtë, por këto janë themelet me të cilat ai do të ndërtojë diçka krejt të re. Mirë. Ky ndryshim në piknisje çon, siç mund ta imagjinoni, në dy mënyra krejt të ndryshme për të menaxhuar rrezikun. Kjo është pika jone e tretë, baste të mëdha kundrejt humbjeve të vogla, dhe të shohim se si e menaxhojnë parat dhe si përballen me të papriturat, sepse ato gjithmonë ndodhin. Arbeni, besnik ndaj planit të tij, bën një lëvizje të madhe. Ai shkon në bank, merr një kredi prej 30.000 eurosh dhe investon të gjitha. Pse? Sepse llogaritjet e tij i tregojnë se mund të fitojë 100.000 euro. Pra ai po vë një bas të madh, të bazuar tërësisht të parashikimit i tij për të ardhmen. Po Sokoli, e kundërta totale, ai nuk mendon për fitimin e pritur, ai mendon për humbjen e përballueshme. Ai pyet veten: cila është shuma maksimale që jam gati ta humbas pa u dëmtuar? Dhe vendos 500 euro. Kaq. Ai investon vetëm 500 euro për të provuar një ide të vogël me ata studentët që një eksperiment, jo një basti më. Dhe pikërisht këtu ndodh e papritura. Gjithmonë ndodh, apo jo? Bota reale ndërhyn. Furnitori kryesor i mishit nga i cili vareshin të dy, papritur falimenton. Një goditje e rëndë që kërcenon të prish gjithçka. Reagimet si nata me ditën. Për Arbenin,
Kjo është një katastrofë totale. E gjithë strategjia e tij, gjithë plani i tij i shtrenjtë, ishte ndërtuar mbi atë mish, tani plani i tij është bërë cop-cop. Ai bie në panik. Sokoli, për të, kjo nuk është një katastrofë, është thjesht një informacion i ri, një fakt i ri me të cilin duhet të punoj. Ai nuk ka një plan të ngurtë për të prishur, kështu që ai thjesht improvizon. Këtu shohim në veprim atë që quhet parimi i limonadës. Kur jeta të jep limona, bëj limonadë. Dhe pikërisht këtë bën Sokoli. Në vend që të ankohet për mungesën e mishit, ai shikon çfarë ka. Perime dhe çfarë bën? Krijon diçka të re. Java e tavës së fshatit me perime. Dhe ç'është më interesante, kjo ide tërheq një grup krejtësisht të ri klientësh që nuk i kishte më parë. Por, prisni, sepse prova e vërtet ende nuk ka ardhur. Tani do të flasim për përballjen me një ngjarje madhore, diçka absolutisht e pakontrollueshme, një nga ato krizat që as planifikuesi më gjenial në botë nuk do ta parashikonte dot. Dhe ja ku është, bashkia vendos të mbyllë rrugën kryesore që çonte restorantet e tyre për punime, pa paralajmërim. Kjo do të thotë zero makina, zero kalimtar. Praktikisht i ka izoluar nga bota. Kjo është goditja fatale. Kjo situatë na sjell te një metaforë shumë e fuqishme. Pyetja është, je një pilot që thjesht ndjek një hartë apo je një pilot që po drejton vërtet avionin? Arbeni është piloti me hartën. Rruga u mbyll. Harta e tij tani s'vlen më dhe ai është i humbur, nuk di ç'të bëj. Sokoli, ai është piloti që ka duart në timon. Ai nuk shikon hartën e vjetër. Ai shikon jashtë dritares, ndjen turbulencat dhe merr vendimin e çast për të mbajtur avionin në ajër. Dhe kjo përkthehet kështu. Arbeni bllokohet duke parashikuar. Ai sheh rrugën e mbyllur dhe parashikon vetëm errësirë. Kështu që çfarë bën? Asgjë. Thjesht pret që bashkia t'i mbarojë punimet. Sokoli, nga ana tjetër, fokusohet te ajo që mund të kontrollojë. Ai thotë, nuk e kontrolloj dot bashkinë, por kontrolloj kuzhinën time dhe këmbët e mia. Ai shikon përreth dhe çfarë sheh? Punorët të ndërtimit, njerëz të uritur. Dhe në çast ndryshon modelin e biznesit. Mirë, kaloi një vit plot pasiguri, kriza dhe vendime. Të gjitha ato lëvizjet e vogla, të gjitha ato reagimet të ndryshme, u mbledhën bashk. Tani ka ardhur koha të shohim rezultatin final. Si përfunduan Arbeni dhe Sokoli pas këtij viti të trazuar? E po, përgatituni, sepse dallimi është dramatik. Rezultati përfundimtar? Tradicioni i Arbenit u mbyll. Pse? Sepse realiteti thjesht nuk pranoi të ndiqte planin e tij të bukur. Po shija e Sokolit, jo vetëm që mbijetoi, por u zgjerua, evolui në diçka të re, një model hibrid që askush nuk e kishte imagjinuar në fillim. Thelbi është ky. Arbeni priste që bota t'i përshtatej planit tij. Sokoli ia përshtati biznesin e tij botës së re. Dhe kjo tabel e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Le t'i shohim krah për krah. Piknisja? Për Arbenin ishte qëllimi, për Sokolin ishin mjetet që kishte. Rreziku? Arbeni llogariste fitimin e madh që priste, ndërsa Sokoli mendonte vetëm për humbjen e vogël që mund të përballonte. Surprizat? Për Arbenin ishin thjesht pengesa që i prishnin planin. Për Sokolin, ato ishin mundësi, ishin lëndë e parë për diçka të re. Dhe së fundi njerëzit, partnerët. Për Arbenin ishin thjesht numra në një grafik. Për Sokolin ishin bashkëkrijues, njerëz me të cilët mund të ndërtonte të ardhmen. Dhe ka një shprehje që e kap këtë ide më mirë se çdo gjë tjetër. Menaxheri kauzal, si Arbeni, përpiqet të parashikojë motin, ndërsa menaxheri efektual, si Sokoli, thjesht ndërton një varg të fortë. Dhe ky është ndoshta mësimi më i madh. Në një botë ku stuhit janë të pashmangshme, më e rëndësishme se sa harta e saktë, është të kesh një varg që i përballon valët. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit, një pyetje për të reflektuar. Ndoshta, në vend që të pyesim gjithmonë cili është qëllimi im final, pyetja më e mirë, më krijuese, është, okay, duke parë atë që jam, atë që di dhe kënjo, çfarë gjërash të mrekullueshme mund të ndërtoj duke filluar që sot.